Është prezantuar këtë të hënë prefekti e re i qarkut të Vlorës Evi Sallushi përpara titullarëve të institucioneve shtetërore në Vlorë. Në ambientet e institucionit të prefektit i pranishëm zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj, ish prefektët Plator Nesturi dhe Kristo Kiço, dhe nga 7 bashkinë e qark i pranishëm vetëm përfaqësuesi i bashkisë Konispol. Zëvendës ministri Julian Hodaj ka vlerësuar figurën e Evi Sallushit duke shprehur besimin për pritshmëri në drejtimin e institucionit të prefektit. Në mbështetje të neneve 100 dhe 114 kushtetutës, të nenit 5 të ligjit 107/2016 për prefektin e qarkut të ndryshuar, me propozimin e ministrit punëve të brendshme, Këshilli i Ministrave vendosi: zoti Plator Nesturi, prefekti i qarkut Vlorë, lirohet nga kjo detyrë, zonja Evi Sallushi emërohet prefekti i qarkut Vlorë. Ky vendim hyn fuqi menjëherë dhe botohet në fletoren zyrtar. Pavarësisht që vlerësojmë punën që ka bërë zoti Nesturi gjatë këtij viti, tashmë që ka shërbyer në qarkun Vlorë, dhe i shkon gjithë falënderimi Këshillit të Ministrave, i ministrit të brendshëm edhe imi personalisht. Dhe vlerësojmë shumë edhe rolin që ka prefekti në të paktën 2 drejtime kryesore, do të thosha. Atë të garantit të drejtave të qytetarëve në raport me pushtetin vendor, kur bën kontrollin e ligjshmërisë së akteve, apo në raport edhe me aktivitetin e institucioneve qendrore që kanë deg territoriale, në raport kur bëhet fjalë gjithmonë për drejtat dhe shërbimet që i jepen qytetarëve. I dyti është roli koordinues. Besoj gjithë stafi këtu e di në sa task forca i prefekti është i impenjuar dhe sa udhëheq prej tyre dhe mundohet të koordinojë gjithë përpjekjen institucionale, vendore apo qendrore në qarkun e Vlorës. Dhe është një punë që kërkon shumë orë, kërkon shumë dedikim, kërkon shumë sakrificë. Ish prefekti Plator Nesturi ka shprehur falënderime dhe mirënjohje për të gjithë bashkëpunëtorët që sipas tij e ndihmuan atë në ushtrimin e detyrës së prefektit të qarkut të Vlorës. Për mua ishte një kënaqësi dhe nder i veçantë që shërbeva në këtë detyrë kaq të rëndësishme për qarkun e Vlorës, dhe padyshim që falenderoj gjithë ju për bashkëpunimin që kemi pasur. Ka qenë vërtet një vit me sfida të shumashme, por besoj se kemi përballuar me sukses, çfarë na vlen edhe për nesër për çfarë duhet ndrejtur apo duhet rregulluar për më tutje. Kështu që në këtë kuadër vërtet ndihem shumë krenar për gjithë çfarë kemi bërë dhe që besoj që ky lloj bashkëpunimi do na shërbejë në të ardhmen, kjo lloj misie e krijuar pikërisht në ditë vështira, do na shërbete në të ardhmen në çdo lloj pozicioni tjetër. Për mediat e pranishme, prefekti Evi Sallushi e ka quajtur detyrën më shumë se privilegj detyrim, punë dhe përkushtim, ndërsa u shpreh se beson shumë në bashkëpunimin institucional. Unë besoj në një bashkëpunim maksimal me të gjithë prej drejtuesve të këtyre institucioneve. Është shumë e rëndësishme ky bashkëpunim sepse në këtë mënyrë ne do të kemi mundësinë, institucioni prefektit të qarkut do të ketë mundësinë për të vënë në zbatim të gjithë planin, programin qeverisës të qeverisë shqiptare. Dhe pa diskutim në themel të kësaj pune do të jetë njëkohësisht edhe menaxhimi dhe vënia në dispozicion dhe në shërbim të gjithë qytetarëve të qarkut të Vlorës, të gjitha atyre investimeve madhore që janë kryer përgjatë kësaj periudhe në qarkun e Vlorës. Ndërkohë angazhimi është më i madh kur Vlora është një nga bashkitë që do t'i nënshtrohet procesit zgjedhor sipas Sallushit. Është një moment i rëndësishëm, por jam e sigurt tek pjesa që do të bëj maksimumin e punës time në krye të institucionit të prefektit të qarkut të Vlorës për koordinuar sa më mirë punën në këtë drejtim. Evi Sallushi u emërua në krye të institucionit të prefektit të qarkut të Vlorë me një vendim të fundit të Këshillit të Ministrave, ndërsa zëvendësoi në këtë detyrë Plator Nesturin, i liruar nga detyra pas vetëm 9 muaj në detyrë.